Pas kadimit të mandatit të Oliver Spasovskit dhe largimit të tij nga posti i ministrit për punët të brendshme në përputhje me marrëveshjen e Përzhinës, në këtë ministri janë bërë edhe 11 ndryshime kadrovike që më parë ishin emëruar nga Spasovski. Në vend të tyre janë kthyer funksionarët e mëparshëm. Këtë situatë konfirmon për Televizionin 21 edhe ministri i brendshëm teknik Agim Nuhiu. Gjithçka kthehet në gjendjen e mëparshme dhe personat të cilët kanë qenë të emëruar mbi bazën e kësaj kvote, ata më nuk janë në pozitat e njëjta dhe situata është kthyer ashtu siç ka qenë para formimit të qeverisë së Përzhinës. Ministri Nuhiu gjithashtu vlerëson se ndryshimet i ka bërë në bazë të vlerësimit të tij dhe ekipit, me detyrë të vetme që MPB të funksionojë në normalitet, por edhe që të garantohet siguria e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Ish ministri Spasovski, pyetur nga Televizioni 21, nuk komentoi ndryshimet e bëra në MPB, por eksperti për çështje të sigurisë Vladimir Pivovarov, i cili ishte ndër këshilltarët e ish ministrit të Spasovski, thekson se ministri Nuhiu në vend të kthimit të drejtorëve të mëparshëm ka pasur mundësi të formojë ekipin e tij. Ai thekson se Nuhiu erdhi në detyrën e ministrit në kohën kur hyn në fuqi ndryshimet e ligjit për MPB, përmes të cilave u shkurtohen ministrit kompetenca të rëndësishme që i kalojnë në drejtorëve të Drejtorisë së Sigurimit Publik dhe Drejtorisë për Sigurim dhe Kundërzbulim. Noviot zakon koji беше донесен од страна на Ligji i ri i sjellur nga VMRO do përmend paraqeshje që kompetencat nga 1 janari 2017 të kalojnë tek drejtorët për siguri publike dhe për siguri kundër zbulim. Ministri i ri Nuhiu ka autorizimet që janë në formë të mbretëreshës angleze dhe të gjithë mekanizmat janë shkatruar për shkak se nuk ka të drejtë të organizojë e të punojë plotësisht, siç duhet të funksionojë një ministri normale. Pivovarov pranon se nuk janë ndryshuar këshilltarët e zgjedhur në procedurë transparente nga ish ministri Spasovski, me marrëveshjen e Përzhinës dhe në bazë të ndryshimeve të ligjit për qeveri. Oliver Spasovski si ministër i brendshëm shtesë në kuadër të qeverisë së zgjeruar shfrytëzoi të drejtën për ndryshim të një pjese të strukturës udhëheqëse, saktësisht duke emëruar 11 udhëheqës të ri në njësitë organizative në përbërjen e MPB-s, 7 në sektorët për punët të brendshme dhe 4 në Ministrinë e Punëve të Brendshme, gjëgjësisht në departamente të ndryshme.